të nderuar Kristjan Fadeli, i dashur profesor Ali, të nderuar konsul Fandel për këtë organizim madhështor që për herë të parë organizohet në mund të institucionet të Republikës Kosovës, institucionet të cilat Sali Qeku jo vetëm që punoj për to, por kontribojnë edhe në aspektin juridik dhe politik dhe ushtarak që ne sot fillojmë të lirë dhe të ndërtojmë institucionet të shëndoshëm. Përshëndes familjet e dëshmorëve, të Qanti familjen Bruqi, Shala, Krasniqi dhe gjithë të tjerët. Në flasë për Salirën, natyrisht që nuk e kemi letë të shkruasmi apo të themi të gjithë atë që do duhet ta thonim për Salirën dhe punën e madhe të tij. Veçanërisht pas emocioneve që solli profesor Aliu këtu, do të reduktojmë fjalimet tona për tasë. Por, një qerek shekulli, për historinë e re të Kosovës natyrisht që nuk është shumë, sepse për herë të parë po ndërtojmë një shtet të lirë, pavarur, sovran, të penguar nga gjitha anët. Po për familjen e ngushtë Salirë dhe bashkëpunëtorët e tij natyrisht që është një periudhë shumë e gjatë kohore dhe historike. Unë do të mundohem të shkpus pjesë nga ajo që kam shkruar. Saliu në njoh nga mesi vitit 1991, ura ju detyruar të lëshonte Deçanin dhe Kosovën për faktin që së bashku me juristët e Deçanit kishin nxjerrë një rregullore të statusit të komunës Deçanit konform kushtetutës Kaçanikut, e cila ishte nxjerrë në vitin 1990. Saliu ishte ardhur përkohësisht në Shqipëri. Dhe ai mendonte çdo ditë që do të kthehet së shpejti në Kosovë. Dhe natyrisht shumë kohë pas kohë Saliu vërtet e ruante atë ndjenjë që do të kthehet dhe kthehej përmes aksioneve që tani quhen Bulloride, por në atë kohë aksione të vetëmbrojtjes së Republikës Kosovës, të cilat japin shenja konkrete që pushtuesi sot nuk e ka vendin midis Saliu dhe përmes Xhemaj Hoxhës, një afër një familjes Qeku dhe aktivisti jonë në Minhen, më takoj mbi Saliu. Ai pa hezitim pranoi kërkesën tonë që të aktivizohet në tek të lidhur me partijën, ose respektivisht në zyrën e Kosovës që në ato konsideronin si zyrën ndërlidhëse të Kosovës me shtetet e Evropës Perëndimore, veçanërisht me Gjermaninë. Ato ditë kishin marrë një miratim edhe nga shteti gjerman që të hapin fondet e Republikës Kosovës, respektivisht fondin për vetëmbrojtjen e Republikës Kosovës. Ishin përgatitje të kuvendit parë zgjedhor, me që uzurimi i degës ishte bërë në maj të vitit 1990, dhe në tetor, respektivisht në nëntor, duhen mbajë kuvendi i parë zgjedhor. Saliu do të fillon që ditët e para të kontribuojë në rregullorën e degës për zgjedhjet e partisë, respektivisht e degës së saj ditën e partisë. Dhe që nga ai moment, që nga ditët e para të qershorit e deri në shkurt të vitit 1999, ai do të jetë i përhershëm në zyre gjatë gjithë javës dhe gjatë vitetit në takimet aktive në degë dhe degë të lidhur demokratike të Kosovës. Me fjalë tjera, me kohën Saliu do të bëjë një zotështie në zyrën e Kosovës, e cila i kishte dyert e hapur që nga mëngjesit e orë të mesnatës. Po shumë veta këtu që janë aktivist, veprimtar dhe bashkëvendas edhe të Saliu, po gjithandaj Kosovës që jetojnë në Stuttgart, e dinë që zyra e Kosovës në Stuttgart ishte bërë një nga pikat më kryesore të komunikimit, jo vetëm me bashkëdhëtarët, por edhe me institucionet gjermane, europiane dhe më gjërë. Dështi, për Saliu, për ata që nuk e njohin, krijohen legjenda, për ata që patëm rastin ta shpërnojnë, ta prekin përshtatjen dhe të komunikojmë sa dhe pak, nuk i kemi vështirë të flasim, sepse kemi bëjmë me një figurë shumë dimensionale, me një figurë burri besës, i fjalës, jurist i shkolluar, patriot, intelektual, ushtarak, me që ishte edhe me gradë oficer rezervë ushtarak, por në rënd tjetër me shumë pak fjalë,
ashtu si që tha dhe Donika dhe profesorin dhe të gjitha ata që e njohë. Nga njerë krijoj përshtypja se me që është fjalë pak ajnë dhe nuk ka punë mua, por ai ishte karakteri Sali, që në përmes veprimeve, punëve të praktike të demonstrojnë atë fuqi që kështë. Dhe ndoshta vjen shprehje edhe sot edhe nesër dhe në tarmën sidomos, ai e thënia kur nga njerë qështën në rëgullu pse për përsërit në vazhdimësi Republika e Kosovës, duhet jemi shteti pavarur. Në fakt, duhet ta përsëris të shpesh që bindemi që ne duhet kemi një shtet. Edhe sot, e nesër, duhet ta përsëris ndoshta shumë më shpesh. Atë burninë e Saliçekut që kishte atë që vendosmërinë e tij, atë korrektësinë, atë besimin që e mbjellte në mesin e meqve, shokëve, bashkëpunëtorëve dhe që nuk dinte ndonë se i njifte shumë mirë, edhe në skomsat, edhe pengesat që na bashkën, edhe të tjera, por nuk ishte i tharja saj që të shtonte urrejtjen ose ato që dëgjojmë sidomos sot nga distanca kohore, se ai kishte probleme këtë krah, pa të krahut. Fakti është që ne që ne kemi edhe zonjën nga kemë në zanit këtu një nga herojnë në ndeshtë nuk një është Saliu, ne kemi dy ushtarakët, nuk thamë që në Rusemi dhe Fadilin, të cilët e tregojnë përsa afrmi figurën e tij ushtarake. Por për të ardhur deri te viti 1998-99, natyrisht që është dashur një punë shumë e madhe. Ato ditë të vështira siç i preki profesori të themelimit të atyre grupe ushtarake, apo grupe vetëm mbrojtjes në fakt që kanë qenë. Pastaj dekonspirimi atyre grupe që na ka kushtuar shumë si organizim politik. Mos që shumë i ka përrituar Saliu sepse ai arriti të futet në veçantë, arriti të futet në Kosovë pa një ferë kam, sepse e kishte studiuar shumë mirë atë pikë kufin, por më pas të zbuluar, u dekonstruar, e një pjesë të detyruar në atë mujë. Megjithatë Saliu asnjëherë nuk nda. Shkojnë në veçantë, koordinojnë me Zahirin në Prishtinë, aksionet më të famshme që u organizuar në Prishtinë dhe Zap, organizuar dhe koordinuar së bashku me Adem Jashari në Drenicë. Ndonë se sot ka një përpjekje që të bën një dallim mes tyre, por Saliu, Ademi, Zahiri, Ahmet Hoxha, janë 4 figura nga viti 1991 deri në vitin 1998, ndonë se në atë kohë Ahmet Hoxha ishte veç i përgosur, këta në mas të madhe kanë koordinu dhe vepru bashkarisht. Saliu ka qenë koordinator i tyre deri në prag të luftës çlirimtare. Tashti duhet të daj një fakt që tregon figurën e madhe të Saliut dhe atë besimin që kishte dhe dashurinë dhe respektin për bashkëpunëtorët. Unë nuk jam poet, as kam lidhje me poezi, por nga shpirti më ka dalë një që flasë edhe për Rostemin që këtu edhe për Fadilin edhe për Antonin edhe për Agimin. Dhe atë nga ka përtetuar në 2 ditë ose 3, nëse zgabrohem pas ishte vra Agimi, unë me Donikën, profesorin Edman Kërdir, kemi qenë Stankovec, kur kemi të forën të reformën e Saliut. Ato ditë me që unë dhece dhe kënë dhe jashtë, për shkasë e rëthana që dhjë, kërkova që Saliu të tërhiqët nga frontet vjenë në Tiranë. Dhe nga tjetë takohë një ditë në Zhenevë, për një vend tjetër, që konsiderojë për një takim të unitetit pasaj. Saliu më tha shqyqo, dhe në dëgjohë në mendë. Akoma nuk e kemi dha lajë, por është vra Agip. Ajo më të hapën Agimit, nuk të rriqën nga faktikisht. Ajo nuk të rrëqën nga ty, shëndore vestikrisht, afer të gjitha tyre që ishte mobilizu, si që bëri edhe në shkurt, 1999, kur unë në familjes të ti, të bashkëshortja dhe fëmitin qësova që mos shkonë të ta shtyte në një dy,
Bile po e tregoj këtë detaj. Kisha kërku prej zonjës Sariut që t'jam shef e pasaport. Edhe i tha kote ke, sepse unë i kom premtu këty në njerëz, nuk mund t'i lëvet. Figurat e tilla janë të rralla në historinë e re të Kosovës, figurat të cilat do të duhet të mëson gjenerata tashme politike që Sariu nuk e kishte shprehje, por e kishte veprim që ardheu në gjithë shka, a i me jetën dhe veprën e tij është unikal në historinë e re të Kosovës. Uroj që institucionet e Republikës Kosovës të pasqyrojnë në lektyrat shkollore të Brezi Ri se Ardheu, për Ardheun, jeta është më pak se çdo tjetër, prandaj në Kosovë e lirë, e pavarur, me gjithë të pengesa, është një falënderim i veçantë gjithë bashkëpunëtorët e Sariut dhe për Sariu dhe të gjithë ata që i qëndruan besnik lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Dhe ati jetës dhe veprës Sariut.